Alarm, stuhia ekstreme godetësonte Shqipërinë, jugu në rrezik nga erëra 85 km/h dhe dallk 3.5 metra, nga redaksia Eloquent TV, 24 korrik 2026, Tiranë. Një front i fuqishëm i motit të keq ka filluar të godasë të gjithë territorin shqiptar sonte, duke sjellë një stuhi ekstreme me erëra shkatruese, shi të dendur dhe dallk të mëdha. Rreziku më i lartë është në zonat bregdetare ku situata parashikohet të bëhet kritike. Pas një periudhe vere dhe nxehtësie, moti në Shqipëri ka pësuar një ndryshim drastik. Sipas shërbimeve meteorologjike, vendi është përfshirë në një ciklon që ka sjellë paqëndrueshmëri atmosferike. Rreshjet e shiut dhe vranësirat po prekin pjesën më të madhe të vendit, por ndryshe nga stuhitë e kaluara që sollën erëra të forta, ky fenomen po karakterizohet nga një sasi më e madhe e rreshjeve në formën e shiut. Sipas Meteoalb, rreshjet më intensive janë fokusuar në zonat e jugut dhe qendër gjatë ditës, ndërsa në orët e vona të mbrëmjes parashikojnë që ato të largohen nga territori shqiptar. Stuhi në det, ndalohet artimi lejeve. Alarmi më i madh është dhënë nga Kapitaneria e Portit të Vlorës dhe autoritetet në Sarandë, të cilat kanë ndërmarrë masa ekstreme. Nga ora 14 e datës 24 korrik deri në orën 6 të datës 25 korrik, është vendosur ndalimi i pajisjes me leje nisje për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit, duke përfshirë edhe anije turistike. Ky vendim drastik është marrë pas parashikimeve për erë radh nga drejtimi i veri perëndim me forcë 6 deri 7 ball me shpejtësi që sipas burimeve arrin nga 15 deri në 25 metër në sekond dhe në disa raste parashikohet të kalojë shpejtësinë 85 km/h në det hapur. Dallgët në Bregdet pritet të arrin lartësinë 1.5 metra në 3.5 metra, duke krijuar kushte jashtëzakonisht të rrezikshme për lundrim. Autoritetet u kanë bërë thirrje gjithë operatorëve, detar dhe pushuesve të tregojnë kujdes ekstrem dhe të shmangin çdo aktivitet në det afër Bregdetit. Rrezik i lartë në Vlorë, Sarandë dhe Korçë. Vendi ynë është duke u përballur me një stuhi që po përhapet nga Bregdeti perëndimor për të mbuluar pjesën më të madhe të vendit. Megjithatë, theksi i rrezikut bie mbi qytetet jugore. Parashikimet tregojnë se shpejtësia e erës do të kalojë 85 km/h, pikërisht në Vlorë, Sarandë, Gjirokastër dhe Korçë. Kjo erë fuqishme e kombinuar me rreshjet e dendura rrit ndjeshëm rrezikun për rrëzimin e pemëve, dëmtimin e infrastrukturës dhe krijimin e problemeve në rrjetin elektrik. Vetëm 2 ditë më parë një stuhi e ngjashme goditi vendin, duke shkaktuar viktima, përfshirë një elektricist që po punonte për riparimin e linjave dhe një peshkatar. Të njëjtat fenomene shkaktuan dëme të mëdha materiale, veçanërisht në jug të vendit, duke rrëzuar çati pemë dhe duke dëmtuar makina e kablo elektrike. Pushteti vendor ka kërkuar nga qytetarët që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të qëndrojnë larg pemëve të mëdha dhe strukturave të brishta. Temperatura në rënje. Sipas parashikimeve afatshkurtra, temperaturat përgjatë ditës do të pësojnë një rënje të ndjeshme. Temperatura maksimale në Berat parashikohet të jetë rreth 28 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale do të shënohen në Bajramcuri me vetëm 10 gradë Celsius. Pas largimit të stuhisë gjatë natës së premte, moti parashikohet të përmirësohet ditën e shtunë, duke sjellë kthimin e kthjellimeve. Megjithatë, specialistët paralajmërojnë se një tjetër val erërash të forta parashikohet të vijnë të hënën, ndërsa ajri i ftohtë nga Europa do të lëvizë drejt rajonit. Komuna e Vlorës u bën thirrje qytetarëve dhe turistëve të jenë në gatishmëri, duke ndjekur njoftimet zyrtare. Të gjitha shërbimet emergjente janë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë të paparashikuar. Dhe jo vetëm jugu i vendit, ndikimi është në të gjithë vendin nga veriu në jug. Përveç zonave bregdetare, ndryshimi i motit po ndihet fuqishëm në të gjithë territorin shqiptar, duke përfshirë edhe qytetet kryesore të veriut dhe lindjes. Rreshjet e shiut dhe rënja ndjeshme e temperaturave kanë sjellë një atmosferë krejt të ndryshme, duke përfunduar periudhën e nxehtë të ditëve të fundit. Tirana dhe Durrësi, kryeqyteti me temperatura në rënje. Në Tiranë moti parashikohet me shi të lehtë, i cili
pritet të kthjellohet gjatë natës. Temperatura do të lëvizin nga një minimum prej rreth 15 gradë Celsius deri në një maksimum prej 26 gradë Celsius. Temperaturat e natës do të jenë dukshëm më të ulta, duke krijuar një kontrast të madh me ditët e mëparshme. Në Durrës situata është e ngjashme me parashikim të motit me vranësira dhe shi të lehtë gjatë ditës dhe temperatura të ngjashme me kryeqytetin, duke arritur deri 18 gradë Celsius minimalisht. Veriu me temperatura më të ftohta, Shkodra dhe Kuksi në alarm. Në veri të vendit, Stina ka ndryshuar brenda pak orësh. Qyteti i Shkodrës pritet përballet me mot me shi të lehtë dhe një rënje të ndjeshme të temperaturave me minimumin ditor që zbret në 14 gradë Celsius dhe maksimumin rreth 24-25 gradë Celsius. Në Kukës dhe Dibër, situata është më e theksuar, parashikohet mot me shi dhe temperatura që shkojnë nga 11 gradë Celsius minimalisht deri në 19 gradë Celsius maksimalisht. Këto temperatura të ulta të kombinuara me rreshje shiu kërkojnë kujdes të shtuar për qytetarët. Lindja dhe jugu në temperatura të ftohta. Në zonat lindore të vendit, rënja e temperaturave ka qenë dramatike. Në qytetin e Korçës, termometrat do të shënojnë vetëm 8 gradë gjatë natës, ndërsa maksimumi ditor parashikohet të jetë rreth 20-22 gradë Celsius. Ky është një nga qytetet më të prekura nga të ftohtit brenda 24 orëve. Peshkopia gjithashtu pritet të përjetojë një ditë me mot të paqëndrueshëm dhe temperatura mes 9 gradë Celsius dhe 18 gradë Celsius. Ndërsa Gjirokastra do të ketë mot me shi dhe temperatura deri në 14 gradë Celsius në minimum. Në Poliçan, qyteti malor në jug, temperaturat gjatë ditës parashikohen rreth 14 gradë Celsius, duke bërë atë një nga zonat më të ftohta të vendit. Ky përkeqësim i motit mbi të gjithë territorin sugjeron që qytetarët në të gjitha qytetet të përgatiten për një natë të freskët dhe të paqëndrueshme, duke shmangur sa më shumë të munden lëvizjen e panevojshme jashtë. Pas tuhise ekstreme që ka përfshirë vendin ton, parashikimet e motit për javën e ardhshme tregojnë një stabilizim gradual, por me disa periudha të paqëndrueshme që kërkojnë vëmendje. Fundjava do të sjellë kthjellime, ndërsa java e re fillon me erëra nga Evropa, më pas me rritje të temperaturave. Nga stuhia në kthjellim, fundjavë premtuese. Natën e sotme stuhia do të largohet nga Shqipëria, duke i lënë vendin një ditë të shtunë me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Në Tiranë, temperaturat pritet të shkojnë 18 gradë Celsius minimalisht deri 28 gradë Celsius maksimalisht, ndërsa në Shkodër parashikohet një ditë e ngjashme me temperatura 16 gradë Celsius deri 24 gradë Celsius. Qytetet jugore si Vlora dhe Saranda do të shijojnë diell dhe temperatura të këndshme, duke shënuar 18 gradë Celsius minimalet dhe maksimalet 28 gradë Celsius, 17 dhe 26 respektivisht. E diela pritet gjithashtu me kthjellime të përgjithshme, por vranësirat fillojnë të shtohen nga pasditja dhe në disa zona priten rreshje shiu. Temperaturat në Tiranë do të arrijnë deri 31 gradë Celsius, ndërsa në qytetet malore si Peshkopia dhe Kuksi do të shënojnë respektivisht 18 gradë Celsius dhe 20 gradë Celsius në minimum. E hëna, erëra të ftohta dhe mundësi për rreshje. Java e re fillon me një ndryshim të ndjeshëm pasi një tjetër val ajri i ftohtë nga Europa pritet të lëvizë drejt rajonit. Kjo do të sjellë erëra të forta dhe ulje të temperaturave ditën e hënë. Temperaturat parashikohet të zbresin në intervalin 21 gradë Celsius, 28 gradë Celsius në Tiranë dhe 16 deri 26 gradë Celsius në Peshkopi. Parashikuesit të nënvizojnë se kjo është periudha e erave të forta dhe kërkon kujdes të shtuar, sidomos në zonat bregdetare dhe në qytetet e jugut. Java në vazhdim me rritje të temperaturave dhe kthjellime të qëndrueshme. Për periudhën 28-30 korrik, parashikimet tregojnë një kthim të motit të qëndrueshëm dhe të nxehtë, duke sjellë kthjellime dhe një rritje të ndjeshme të temperaturave. Në Tiranë, Gjirokastër dhe Shkodër, temperaturat pritet arrijnë në vlera 30-32 gradë Celsius, ndërsa në Peshkopi ato do të lëvizin nga 14 në 27 gradë Celsius. Ky parashikim sugjeron
kthimin e motit veror tipik me net të freskëta dhe ditë të ngrohta. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin njoftimet zyrtare të motit, veçanërisht gjatë ditës së hënë, kur erërat e forta mund të krijojnë situata të rrezikshme dhe të përfitojnë nga fundjava dhe kthjellimet për aktivitete në natyrë dhe pse jo pranë Bregdetit.